Drejtësia, një fjalë kaq e madhe apo jo, por përtej sallave të gjyqit dhe kodeve të trasha ligjore, çfarë është ajo në të vërtetë? Sot do të zhytemi pak më thellë për të parë se si drejtësia nuk është thjesht një set rregullash, por është vetë temeli mbi të cilin një shoqëri ose qëndron fort ose shembet. Din kur dëgjojmë fjalën drejtësi, çfarë na vjen ndërmend? Imazhi i parë me siguri është ai i një gjykate, i një gjyqtari me tokë, ligje, ndoshta edhe dënime. Dhe me të drejtë, sepse këto janë pjesë shumë të rëndësishme të sistemit. Po, a mbaron gjithçka këtu? A është drejtësia thjesht një mekanizëm që ndëshkon kur gjërat shkojnë keq? E po, siç do ta shohim së bashku, historia është shumë më e gjerë se kaq. Ajo prek çdo cep të jetës son të përbashkët. Pra, le të dalim pak nga dyret e gjykatës dhe ta shohim drejtësinë në një dritë krejt tjetër, aty ku ajo vepron çdo ditë. Këtu në fakt qëndron thelbi. Drejtësia është si ajri që thithim brenda një komuniteti. Nuk e vëmë re kur është, por mungesa e saj na zofrymën. Është ajo që krijon atë mjedisin ku njerëzit thjesht i besojnë njëri tjetrit, ku ndihet se ka një ekuilibër dhe ku dinjiteti i secilit vlen. Domethënë, nuk është thjesht të mos ketë padrejtësi, por të ketë aktivisht kushtet e duhura për të jetuar mirë. Po mirë, ç'ndodh kur ky themel fillon të lëkundet? Kur ky ajër fillon të elmohet? Hajde t'i shohim pasojat. Efekti është si një domino, njëra gjë rrezon tjetrën dhe është vërtet shkatrues. Lidhjet mes nesh, ato lidhjet njerëzore, fillojnë e gërryen. Pastaj vdes dëshyja për të bashkëpunuar, për të ndihmuar. Konflikti, ai bëhet normalitet, bëhet pjesë e përditshmërisë. Dhe ndoshta më e keqja nga të gjitha, njerëzit humbasin besimin tek vetë institucionet, tek ato struktura që duhet të ishin garancia e tyre. Kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte, sepse kur fillon të shihet se rregullat e lojës nuk janë të njëjta për të gjithë, që disa kanë privilegje e të tjerë jo, kjo hap një pllagë të thellë në shoqëri. Dhe çfarë lind prej saj? Inati, ndjenja se je i përjashtuar, dhe këto bëhen motori që helmon gjithçka. Shkojni pak të pasqyrë. Në njërin anë, çfarë kemi? Dyshim, përçarje, favorizim. Një klim ku askush nuk i beson askujt. Dhe në anën tjetër, besim, unitet, mundësi. Një shoqëri ku ka vend për të gjithë. Kuptohet zgjedhja mes këtyre dy botëve përcakton të ardhmen e të gjithë. Okej, mjaft me anën e errët. Pam se si padrejtësia shkatron. Tani, hajde të shohim anën tjetër të medaljes, fuqinë krijuese të drejtësisë. Si ndërton ajo? Kjo është një ide vërtet e rëndësishme. Shpesh mendojmë për drejtësinë si një zjarfikës, shfaqet kur ka një problem për ta rregulluar. Por, fuqia e saj e vërtet nuk është reaktive, është proaktive. Do me thënë, ajo është si një kopshtar i mirë, nuk pret që bima të thahet për t'i hedhur ujë, por krijon që në fillim tokën pjellore ku të gjithë mund të lulëzojnë. Dhe si ndodh kjo? Është një proces me hapa logjik. Hapi i parë, të sigurohemi që të gjithë nisen nga njëjta vizë starti, që rregullat vlen një lloj. Ky trajtim i barabartë çon te hapi i dytë, lind besimi. Njerëzit fillojnë të besojnë sistemit dhe njëri tjetrit, dhe mbi këtë besim ndërtohet hapi i tretë, uniteti. Por jo një unitet i sforcuar, jo ai i fjalëve të mëdha, por një unitet i vërtet që buron nga ndjenjat se jemi të gjithë bashkë në këtë. Mirë, folëm për shoqërinë, për sistemet. Por, a është kaq? A është drejtësia vetëm diçka që presim nga institucionet? Këtu gjërat bëhen më personale, sepse drejtësia, në fund të ditës, fillon nga brenda. Mendojeni pak kështu. Mund të kemi ligjet më perfekte në botë, por ato kanë një kufi. Një ligj mund të ndalojë të kalosh me të kuqe nga frika e gjobës, por nuk mund të bëjë një shofer të përgjegjshëm. Ai rregullon veprimin, por jo qëllimin. Nuk e prek dot busullën tonë të brendshme. Dhe ja ku i kemi të dy dimensionet, krah për krah. Nga njëra anë, rregullimi i jashtëm, ligjet, policia, dënimet, absolutisht i nevojshëm, sigurisht. Por nga ana tjetër, kemi vlerën e brendshme, ndërgjegja, integriteti. Kur njerëzit e bëjnë gjën e dur, jo se i shet dikush, por sepse thjesht ashtu duhet bërë. Kjo e dyta është ajo që e mban vërtet gjallë një shoqëri. Pra ja ku arritëm. Drejtësia e vërtet, ajo që ka peshë, nuk shkruhet vetëm në libra. Ajo provohet në ato momentet e vogla, të përditshme, në vendimet që marrim kur mendojmë se askush nuk na sheh. Ajo busulla jonë e brendshme. Ai është motori i vërtet i një shoqërie të drejtë. Dhe kështu, i gjithë ky shpjegim mbyllet me një pyetje që na kthehet të gjithëve. Drejtësia, siç e pam, nuk është diçka abstrakte, atje lart që u takon vetëm gjykatësve apo politikanëve. Jo, ajo është një ndërtesë, themeli i shtëpisë sonë të përbashkët, edhe secili prej nesh, çdo ditë, me veprimet tona, vendos një tun. Pyetja me cilën duhet të mbetemi është: po ne, çfarë themeli po ndërtojmë?